Si e ke mbajtur ti, Mariana, familjen ka gjatë, një artiste me shpirt kaq të lirë? Nuk jam e vetmja, ka plot, por po e them sepse unë edhe kam duruar. Unë, familja ime është një familje intelektuale. E ka fundamentale kultura e tyre. Gjyshi ti ishte mësus. Gjyshi ishte mësus populli, babai akademik. Edhe veta i ashtu është. Por në qoftë se ti do kapesh për gjërat më të vogla, e kap kur të duash. Kur të duash, njeriu dhe toleron. Edhe duron. Durimi është gjëja më e madhe. Shiko, Mariana e dha këtë përgjigjen që kur tha, në makinë dëgjojmë njësoj, si që kemi në gjuhë, dhe do me volë e thot, ma mirë mos folë. Kjo është, e kupton, ajo harmonia për pra, ti nuk gjem fjallën, është prezenca e njëri tjetëri. Nuk është vetëm ajo, se të ndodhin edhe situata në jetën e një shifti, që mund t'i japin fund një marrëdhënie. Për shembull, mund të ketë edhe keqkuptime. Mund të ketë edhe xhelozi. Po patjetër, xhelozi, unë kam qenë xheloze. Unë kam qenë xheloze, domethënë nuk diskutohet. Po me kalimin e kohës vjen në vend disa gjëra dhe ne jetojmë të sotmen që fal Zotit jemi shumë mirë. Domethënë jemi normal. Po, ti ke qenë xheloze sepse ai nga që është tip pak, siç më thua, pak i tërhequr. Ai ka qenë shumë interesant, ai ka qenë në Tiranës. Po një njëri që ka studiuar jashtë në Gjermani në atë kohë, ne ishim brezi jonë në atë kohë ku ta gjenim që të kishim një njëri që siç ka studiuar ai, edhe ishte fati im, kështu që detyrimisht që